Gjatë stinëve të vjeshtës, dimrit dhe pranverës së hershme, vihet rritje ndjeshme infeksioneve virale, sidomos në javët dhe muajt e fundit. Sipas profesionistëve shëndetësor, simptomat janë të ngjashme dhe krijojnë tablo tipike të gripit dhe infeksioneve virale. Gjatë stinës së vjeshtës, dimrit dhe në pranverën e hershme, e dim që virusi e ka aktivitetin më të shprehur gjatë këtyre ditëve, e sidomos këto ditëve të fundit apo me thonë edhe muajve të fundit, smundjet virale janë pak më tepër të shprehura në krahasim me kohën tjetër gjatë vitit. Pacientët zakonisht vijnë me simptomatologjinë e përafërt, e cila tek profesionistët shëndetësor e krijojnë një tablo klinike që i takon më tepër infeksioneve virale, meqense ato përfshin pjesën e sipërme të traktit respirator, ndodh raste kur edhe kemi komplikime përfshin edhe pjesën e poshtme të traktit respirator. Doktoresha Violeta Dzerdza Thaçi, specialiste e mjekësisë familjare në Gjakov, thekson se gjatë muajit dhjetor, qendra shëndetësore ka realizuar mbi 6.000 shërbime dhe më shumë se 40.000 vizita. Pacientët paraqiten kryesisht me temperaturë të lartë, koll dhe rrjedhje hundësh, ku më rezistent janë temperaturat dhe kolla. Për të gjithë pacientët e cilët e frekuentojnë qendrën tonë, në cilën kohëve të fundit i kemi edhe shërbimet mjaft të shtuara. Ka ndodhur që muajin dhjetor kemi pas mbi 6.000 shërbime, apo muaj me thonë mbi 4.000 vizita shëndetësore. Parafërsisht shenjat klinike mes pacientëve muaj me thonë se janë të njëjta. Zakonisht vijnë me temperaturat të larta, kollitje e cila është e thata apo e mbushur me sekret, varësisht prej pacientëve të ndryshëm, mandej me rrjedhje të hundëve, mirë po më tepër rezistente është temperaturat e larta dhe kollitja. Doktoresha shton se stafi mjekësor është vazhdimisht i hapur për komunikim dhe edukim shëndetësor, duke këshilluar pacientët për hapat e parë në menaxhimin e gripit dhe për përdorimin e terapisë adekuate sipas rekomandimit mjekësor. Ne gjithmonë jemi të hapur edhe jemi shumë komunikativ edhe me popullatën që edukimi shëndetësor është njëra prej gur themelave apo hapave të para të cilat ne fillojmë menaxhimin e rasteve apo situatave, sidomos të gripi. Gjithmonë jemi duke i këshilluar që ata me marrë terapinë adekuate, të cilat na e ordinojmë si profesionista shëndetësor, pa përjashtuar edhe këshilla tjera që janë pirja langjeve, përdorimi i përmendoj ushqimi pakës më të fortë, e sidomos është kryesorja dhe pushimi, sepse ka raste që pacientët kërkojnë të marrin terapinë edhe të vazhdojnë për diçmeninë e tyre të punës, mirë po virusi është aq i ashpër sa që ka një herë pavarësisht prej moshës apo varësisht si e gjen gjendjen shëndetësore të pacientit, shkakton edhe jep efektin e vet, i cilat edhe ata ndjejnë lodhje edhe mos mundësi të përballimit të atyre simptomeve. Në fund ajo u bën apel qytetarëve që të kenë kujdes të mos neglizhojnë simptomat dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore me kohë.